tek fjala kokbosh dhe trangull që drejtoroi e përdor, ai gjen vend komplet. Si mundet tani demokratët e Devollit të votojnë për një rrugaç? Dhe nuk është një rrugaç, po janë një grup rrugaçësh. Dhe ju e dini shumë mirë se kush është rrugaçi kryesor. Apo jo? E dini shumë mirë. Dhe ju e dini shumë mirë pse ky rrugaç i dytësor bën si i fortë dhe pse ndjehet me shpatullat ngrohta. Tani si mund ndodhi kjo? Që demokratët këtu mund të kenë 1001 arsye që mos duan Niko Peleshin, mund të kenë 500 arsye që mos më duan mua, po si mund si mund ndodhi kjo? Si mund të bjeri pazari deri në pikën që t'i çojnë Parlamentit të Shqipërisë, po unë zërin tani ngritur e kam, ti e di unë ç'a do, ti do që unë ta trash zëri, po unë nuk e trash zërin. Unë thjesht po e them siç më vjen, sepse realisht më duket fundi.